Udhëtojmë nga Greqia në Angli të shkojmë tek burri edhe tek babai, e pas 3 javësh me pushime, edhe ai ishte me pushime në Egjipt tek familja e tij, edhe do takohemi të gjithë së bashku në aeroport, që të shkojmë për në shtëpi. Mund të them që udhëtimi ishte i rehatshëm, shumë i rehatshëm, se kishim frikë edhe nga fermerët që mund të mbyllnin në rrugët, po edhe 2-3 ditë më para ishte bërë në aeroportet e Greqisë blackout, edhe nuk ishte drita, ishin analuar shumë fluturime, edhe shqyqy neve nuk ishim probleme të tilla, fluturuam në orarë siç duhej, edhe arritëm në, mund të them dhe 20 minuta më shpejt në aeroport. Aty na priste burri, i cili kishte këputur mish o njerëz, se kishte shkuar për diving, do me thënë zhytje në det, edhe kishte këputur mish, po duhet të ngiste makinën, çfarë të bënte tani që të arrinim në shtëpi. Para se të shkojmë në shtëpi, ndalova te supermarketi se kuptohet pas 3 javësh frigoriferi ishte bosh, edhe duhet të merrnim këto gjërat e rëndësishme për ditën e parë.